Mësoni si të hiqni njollat më të vështira nga rrobat me aspirin, uthullmolle dhe sotbuke. Njollat e kafes mund të hiqen me uthullmolle dhe sotbuke. Mjafton të njomni pjesën e njollosur me uthullmolle. Më pas, hidhni sotbuke dhe fërkoni bluzën me një furçë dhëmbësh, në vend që të lani ato si zakonisht. Si të hiqni njollat e verës së kuqe. Ju duhet krip dhe ujë nxehtë. Hidhni fillimisht krip në pjesën e njollosur, më pas e lani me ujë të vluar pa e prekur këtë të fundit me dorë. Në fund i lani rrobat si zakonisht. Si të hiqni njollat e buzëkuqe dhe pudrës. Aplikoni alkool dhe heqës manikyre ose ujë dhe uthullmolle. Në fund i lani rrobat si zakonisht. Si të largoni njollat të djersës nga rrobat e bardha. Shtypni disa kokra aspirin, shtoni ujë dhe i përzieni mirë. E aplikoni përzierjen te pjesa e njollosur e bluzës dhe e lani rrobën si zakonisht. Kështu nuk do të keni nevojë që të fërkoni bluzën me heqjen e njollave. Gjithashtu është e rëndësishme që të bëni edhe një mbrojtje më të mirë të plurave.